E tash është koha për bisedën e parë në studio. Kemi paralajmëruar bashkë me Fortecën që sot me neve do të jetë Sherife Kqiku Vishaj, me cilën do të flasim shumë për Kongresin e Bukurisë Beauty Fair Kosova, i cili do të mbahet më datë 24, 25 dhe 26 prill. E për këto detaje dhe për shumë çka tjetër e kemi Sherife në studio, e cila do të na ndajë më në detaje edhe qëllimin pak a shumë të këtij kongresi dhe këtij aktiviteti të bukurisë i cili do të mbahet në Kosovë. Sherife, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi, Sherife, është kënaqësi të kemi sot në hashtag Gjesi bukur po dukesh, pavarësisht që mëngjes, por vrejet që jetë shumë kështu me vullnat edhe. Vajbi mirë këto, kështu që faleminderit për ftesën, kënaqësia edhe jemja. Është mëngjesit zakonisht për ty, zgjohesh herët, e nis ditën herët, e nis ditën me kafe para se me ndajnë në shtatë tek temat Beauty Fair Kosova. Definitivisht, mëngjesin jam person shumë i hershëm, pavarësisht edhe ditëve të vikendit, du me dalë me shiju të paktën një kafe jashtë, po mëngjeset janë shumë të hershme. Sidomos për neve që jemi edhe nana, përveç pjesës punës, i kemi ato mëngjeset, përgatitjet, si një shoqë që jemi ato si formula ne, kur fillojmë atë startin mëngjes deri në kohën e gjumit, po në përgjithësi më pëlqejnë mëngjeset, edhe në vikend i shijoj. Je nga ata persona që nis me patjetër ditën me një kafe, apo nuk e ke edhe fort problem? Valla, po, kafen e kam qef me shiju njerë mëngjes, edhe me ato momentet, me bo një farë planifikimi pak ditës, një mini agjense, çka ka me rrjedh gjatë ditës, e thom prap edhe në vikend. Kam qef me uqu njerë mëngjes edhe me shiju një kafe, mandej me vazhdu. Po besoj gjithë ne që e kemi këtë rituale, është do të thonë një pjesë që asesi nuk guxon kërkush me na pengu me na marr çat kohë. Pikërisht kjo ka pyetja që dashna me ta bëj. Je person që don me pi vet kafen e mëngjesit apo me çosnu dikush? Çush e ki këtë pjesë? Në fakt e kemi një ritual me burrin zakonisht mëngjes, edhe po është një kohë kur na kemi veç për veten tonë. Shkojnë fëmijët në shkollë, edhe që atëherë rahatojmë dikon një prej kafeve, i kemi 2-3 lokacione, kështu që i kemi bosin shpe, e shijojmë një kafe, i kemi ato bisedat e mëngjesit, se po kemi nevojë edhe pak për veti me pas një planifikim ditor, po edhe biseda personale, kështu që zakonisht kafën e mëngjesit e pim me bashkimin. Dinamikat nuk i lojnë me u pa në shtatë gjatë ditës, po mëngjesin me nis bashkë me bashkëshorten a ka ma mirë. Definitivisht, po. Na nuk të kuptojna se do Nuk kemi ne. Ne nisim me shoqënim, me familjar, akoma nuk kemi mbrij atë. Nuk valla na vetë ose me një tjetër. Unë kryesisht valla me donin për pikon. Po ma ndejmë punë gjithçysh, është a kafja mëngjesit edhe me... Nuk me thonë që nuk me pi kafen me një mashkull. Me mu, asën me një famën, se çdo ditë e pina kafen e mëngjesit bashkë, kështu që... Edhe kafet e mëngjesit pastaj në punë me stafin edhe ato e kanë lezetin e vetë, se dhe aty zhvillohet një bisedë përveç që janë tema personale dhe aty ki bisedat punës, ku është mënyra më e mirë me pas stafin afër edhe me diskutu për punë gjatë kafës. Është ma e lezetshme puna. Po mdo këtë është edhe ma kreative. është shumë ma kreative, është ma relaksuse. Se dikush jep një ide, dikush një sugjerim. Jërë ma shmirë me folë, kështu që është interesant. Po se dhe stafin për kemi si familje, kështu që... Ma shumë faktikisht rrim po kalojmë kohë me staf me familje. Në shpe, vërtet. Prandaj na po mundohemi marrë këtë ritualin që të paktën bile në mëngjes me pini kafe bashkë. Beauty Fair Kosova do të bëhet me 24, 25 dhe 26 prill, që shet përmenda në fillim të bisedës, po tregona pak a shumë ka erdhi ideja dhe qëllimi i krejt këtij organizimi që e kemi pa në rrjetet sociale, që po rezulton të jetë një organizim kogja i madh dhe 3 ditë të plota me aktivitete të ndryshme rreth të bukurës. Faktikisht, PR Solutions edhe Modusi, 2 kompani që veç organizojnë këtë event. Modusi merret me organizimin e eventeve, ndërsa PR Solutions merret me PR dhe me marketing. Në mënyrë të vazhdueshme bëjmë hulumtim në rajon dhe vende tjera se çka po organizohet, çka është aktualitet. Normal që na i kemi eventet tona që i kemi të përvjetshme tashmë veç të ditura. Edhe në vitin e kaluar e bënëm kështu një mini hulumtim në rajon, e pam që ka organizime të tilla në vendet të rajonit. Po ashtu ishim edhe në Turqi vitin e kaluar, atje një model shumë i mirë i organizimit panajireve dhe eventeve në përgjithësi. Edhe bënëm një hulumtim pastaj në Kosovë se a ka interesim. Në fakt hulumtimi ishte shumë sipërfaqësor, visa me pa se çysh qëndron Kosova në këtë industri, edhe pam që ka interesim. Mjaftueshëm për me organizu një event në fushën e bukurisë,
drejt me thonë, kur kemi dalë në teren, gjendja ka qenë shumë e mirë. Interesimi është i jashtëzakonshëm. Neve po na ndajnë tash ndoshta parafërsisht 2 javë deri në ditën e organizimit dhe pothuajse të gjitha hapësirat janë të nxanura. Kemi diku ndoshta edhe 10-15 vende të lira dhe po mundohem në këtë periudhë me bothirje për vizitor, sepse ka me qenë një mega event që tashmë nuk po hezitojmë me sujt, sepse kemi brende shumë të mira brenda Panajirit. Po sa ka pasur interesim për krejt brendeve ose cilat biznese, cilat kategori kanë qenë më shumë të interesuara për këtë? Në fakt, na jemi kozmetik, qoftë skincare, diçka tjetër? Po, na jemi mundu me pas komplet një zinxhir të brendeve që lidhen me bukurinë. Kemi klinika estetike, kemi produkte kozmetike, kemi pastaj edhe salone të bukurisë që lidhen me krejt tretmanet e trupit, qoftë thoj vetulla, qerpek, skincare, e gjitha këto. Kështu që jemi mundu me pas, kemi po ashtu edhe make-up artista që janë individual, që ja u kemi dhënë hapësirën dhe mundësinë edhe atyne me promovu veten. Kështu që e kemi një zinxhir që i ngërthen në vete të gjitha brendet që lidhen në fushën e bukurisë. Po çka është ideja e krejt këtyre panajireve që bëhen? Mënyrë që socializohen me njëri tjetrin, të krijohet një rrjet ashtu i estetikës apo se? Po, ideja normal, kryesorja është promovimi i brendeve të cilat i kemi në kuadër të Panajirit tek audienca dhe klientela e tyre, po një pikë është shumë e rëndësishme sepse ata fillojnë dhe e ndërtojnë një rretëzim mes vete. Qoftë ata që shesin produkte kozmetike te estetikat, sepse kjo ndërlidhet pastaj në mes tyre. Na kemi eksperiencë edhe në Panajiret e kalume që kemi organizu dhe kemi pas që brenda për brenda, i rrjedhëzimit të brendeve që janë aktualisht në Panajir është shumë e rëndësishme. Pastaj edhe kjo pjesa e promovimit në media dhe rrjetet sociale që i kemi tashmë veç aktive e bën vetën dhe është pikërisht kjo ndërthurja e promovimit të brendeve dhe rrjetëzimit të tyre brenda për brenda. Po sa është kohë zgjat kreditën, siç rëndom bën Panajiret ndoshta nga ora 10 deri në orën 16 pasdite? Jo, na kemi për shkak të eksperiencës e kemi pa që rezulton krejt ndryshe puna e orareve dhe për shkak se është në Prishtina Madh dhe qendra ka frekuentimin më të madh pasdite. Hapja është çdo ditë prej orës 1 dhe zgjat deri në 10 të darkës. Gjatë gjithë ditës kemi aktivitete, përveç që kemi pjesën e hapjes, atë pjesën solemne gjysmore që është veç sa për ta bërë hapjen, pastaj kemi edhe pjesën e kongresit, pjesën e demonstrimeve live, trajnime falas, pjesën në fund që çdo ditë ka me qenë ëmbëlsia e eventit, kemi me pas edhe shumë dhurata, shumë surpriza, edhe në fund, ditën e fundit besojmë që do ta mbyllim me një koktel ku kemi me pas rastin gjithë së bashku me festu, që tashmë veç pedim që kemi pas një fund të mirë dhe besoj që kemi me pas një përmbyllje të ëmbël. A mundemi unë e doni me ardha ditë aty? Përmendë ëmbëlsira, dhurata, koktej. Mbi 2000 shpërbime dhe dhurata e sa kompani në rrjetet sociale janë mbi 2000 dhurata për shkak se secili brand që e kemi në kuadër të Panajirit e kemi stimulu me pas një dhuratë sepse klientela kur vjen aty nuk vinë me ble produkte, vinë me testu diçka, vinë me marrë diçka, edhe mundësia më e mirë është me pas një dhuratë ku ti përmes asaj dhurate veç ja mundson me provu atë produkt, ose nëse ofrojnë shërbime me pas dhurata që përmes atyre shërbimeve klientela ka me pas mundësi me i provu shërbimet. Pastaj na jemi të prirur që kur ka diçka kështu dhurata është edhe më interesant, edhe pse mos me u mundsu vizitorëve me i provu produktet, me i provu shërbimet, edhe pas nesër ata sigurisht që mund të jenë edhe klient të atij produkti apo të atij shërbimi. Por kjo është një mundësi e mirë, qoftë për kozmetik, qoftë për produkte tjera, ti testojnë fillimisht, sepse shpesh ndodh ndoshta blejmë diçka, të marrim diçka, pastaj zhgënjehemi me të kur shkojmë të shtëpia, kështu që është mirë me pa. Po ashtu edhe ka me pas edhe demonstrime live, sepse ndoshta na kemi me u ndal tek kjo pyetje, demonstrimet live dhe trajnimet të cilat do të bëhen gjatë krejt këtyre ditëve të cilat do të bëhet edhe ky aktivitet,
Ke vështirë ndoshta me organizu edhe me planifiku një gjë të tillë, marrë parasysh fakti që ndoshta nuk kemi pas më herët aktivitete të tilla dhe keni has në hezitime të brendeve apo njerëzve të ndryshëm për me demonstru live apo me pas trajnime gjatë krejt këtyre ditëve? Qoftë edhe me jap dhurata falas, a? Po, a ka vështirësi në organizim? Pa dyshim që po ka vështirësi, një ditëlindje nëse organizojmë, që është diçka shumë e thjeshtë, ka vështirësi se e ki musafirët, e ki ambientin, e sidomos kur jemi te organizimet tona madhore, vështirësi ka shumë. Po tashmë eksperienca PR Solutions edhe modusit e bënd vetën, jemi ndoshta mbi 20 vite në treg me këto aktivitete dhe për neve veç i kemi disa paterna cilat veç mundohemi mi ndjek. Pa dyshim që se cili event i ka specifikat e veta. A ka qenë vështirë me brendet? Jo, sepse kemi shumë brendet cilat marrin kanë pjesë edhe në për panajire tjera në për botë, sidomos në këtë industri. Edhe kjo pelecon sepse ata janë të njoftum për rrjedhën e panajirit. Biles na kemi marrë edhe sugjerime prej tyre, për shembull kur kanë qenë në Bologna disa prej tyre në event të Bukurisë, na kanë dhënë edhe sugjerime, kështu që kjo e ka lehtësu. Kjo pjesa pastaj te dhuratat dhe te ofrimi i trajnimeve, gjithë janë të gatshëm, prandaj edhe janë aktualisht mbi 2000 dhurata, sepse pa vullnetin e tyre ne nuk ishim mujt me arrit këtë shifër. Pastaj të demonstrimet live, e vërtet që janë të limitume ato demonstrime apo ato trajtime cilat mund të bën jashtë klinikave ose jashtë studiove të tyre, sepse dojnë kushte ndryshe, por kemi bërë për zgjedhjen e disa trajtimeve apo shërbimeve cilat do të ofrohen aty, sepse është interesant publikumi po. Ndoshta kanë ndëgju për ato shërbime, hezitojnë me i realizu sepse nuk e dinë si procedurë qysh është. Prandaj nëse shohin live në aktivitet, normal që ndoshta nesër ma me lehtësi i hynë rrugës për ndonjë trajtim që mund të jetë shumë i thjeshtë, po në kokën e tyre veç ka qenë kështu si pak më i vështirë. E kemi pa në rrjetet sociale që ka pas një interes të madh rreth këtij aktiviteti i cili do të mbahet në fund të prillit, po për këto aktivitete ndoshta demonstrimet live dhe trajnimet cilat do të mbahen gjatë këtyre ditëve, ka pas interesim nga njerëzit që të jenë pjesë ndoshta e këtyre trajnimeve, pyetje të ndryshme rreth trajnimeve se çka do të mbahet ose si do të mbahet, gjithmonë duke u bazuar ndoshta në komentet që i keni marrë në rrjetet sociale, po edhe në terren. Po në mënyrë të vazhdueshme, biles është shumë interesant që tash e pam në për shumicën e vendeve edhe vizitorët në këto panajire paguajnë një shumë për të qenë pjesë. Na është shumë e rëndësishme ta cekim që hyrja është falas për vizitorët. Ka pyetje të shumta në rrjetet sociale që i marrim dhe fatmirësisht e kemi ekipën për rrjetet sociale të cilët në mënyrë të vazhdueshme mundohen me kthy secilën përgjigje që ka pyetje dhe vazhdimisht e potencojmë që hyrja është falas. Hajdeni vizitojeni panajirin sepse keni çka me pa. Edhe një herë sa ditë do të zgjat? 3. Po panajiri fillon me 24, është me 25 dhe 26, kështu që 3 ditë radhazi në Prishtina Mall, në katin e? Në katin e parë. Është hyrja A, hyrja perëndimore, me njerë prej rretit që është hyrja kryesore, në anën e djathtë është salla e panajireve, kështu që është shumë lehtë. Na gjithashtu kemi pas kujdes edhe në shenjëzim të sallës, edhe pse është në hyrje, po kemi marrë gjitha masat për shenjëzim qysh prej hyrjes, prej rretit, në momentin që drejtohesh ka Prishtina Mall, s'kan kam jahuq, sepse jemi për kujdes në detajin më të vogël me pas shenjëzimin e sallës. Mirë, po duhet ndalim pak te sa po të merr kohë krejt kjo. Se dim që të merresh me PR, sigurisht nuk është një punë e lehtë, edhe merr shumë kohë, kërkon ide, përmendëm herët të këto timet të tua. Sa të ka shërby kjo përvoja jote në eventet e tjera? Definitivisht, nëse nuk udhëton, nëse nuk viziton aktivitetet të ndryshme, kjo na u ka bërë pjesë e jetës, kështu që na kemi raste kur shkojmë e vizitojmë një vend ose shkojmë e vizitojmë një aktivitet edhe kemi pjesë tjetër se e shfrytëzojmë edhe me pa diçka tjetër, kështu që të merr kohë. Pjesa e PR-it është një nga pjesët organizative. Po për mu kjo pjesa është ma e leta, këto e kam si ma mirakulore. Tu ka bo kështu e përditshme. Kjo është fusha jame cilën e bëj
për arktimin tem edhe bëj për qefin tem, se unë tashmo veç mera me PR, nështë mbi 20 vite dhe kom pjesën që bëj mas për qefi. Për ndryshe, janë edhe pjesë tjera organizative. Kemi pjesën e shitjes, e kemi pjesën e logjistikës, e kemi pjesën e promovimit, marketingut në përgjithësi, po fatmirësisht është edhe ekipa e cila është mrapa edhe të pjesa e rrjeteve sociale, edhe të pjesa e organizimit në përgjithësi, edhe e lehtëson. Po definitivisht për me qenë si organizatore ose në kryet në një projekti të tillë, dënë ko, ka njerë po më duket edhe 24 orë në po më dalin këto ditë e fundit, po në momentin që jemi mësu tash me shiju këtë momentin e fundit edhe veç e mendojmë që ai momenti i fundit kur ulëm krejt ekipa dhe themi u kry edhe ja dalëm, është definitivisht kënaqësi. Pastaj kjo na shërben edhe për aktivitetet e radhës. Në momentin që e përmbyllim një aktivitet të mirë, suksesshëm, i shohim brendet me komente të jashtëzakonshme. Sigurisht që mund të ketë pak kënaqësi aty këto, po të gjitha pak kënaqësit ne mundohemi me i marrë si sugjerime edhe përmirësim për vitin tjetër, sepse tashmë ky event pretendojmë të jetë aktivitet tradicional, të jetë event i cili organizohet çdo vit në të njëjta data. Në të njëjta data. Po besoj që kam parasysh edhe ato brendet cilat janë në ardhje, bizneset në ardhje edhe që do të jetë i përvjatshëm dhe tradicional ky lloj eventi. Sherife, po duam u ndal tek pjesa e PR-it. Sa është i rëndësishëm PR-i për një brand, për një figurë publike, për një institucion, qoftë publik apo qoftë privat, marr parasysh faktin që në shtakove të fundit po e ke shkuptojmë pak këtë PR-in. Në fakt, këto vitet e fundit, ndoshta këtë 5 vitëshin e fundit, për mësë me thonë 10 vite, pak e kam përzi, ndoshta pa vetdije pjesën e PR-it dhe të marketingut. Është shumë e rëndësishme me pasë në njërë të vazhdushme, qoftë ekspert të PR-it si individ, qoftë kompanit PR-it mrapa, në momentin që jo ke biznes, po në momentin që je fytyrë publike. Ndodh një skandal, një incident nështë ma i vogli, po karierat bjen për toke. Kështu që na kemi aktualisht raste e raste, të cilve jo që i është mbyll biznesi, po kemi raste edhe si individa kure kanë hub karierën për një keks nështë ma të voglin. Fatmirësisht, ka individa dhe ka kompani që edhe në Kosovë i kushtojnë rëndësi pjesës e PR-it, po janë në gishta drejt me thonë. E kemi pa që në këto fushatat e fundit, për shkak se është fusha jam edhe vazhdimisht mundohem të jem e informume, kemi pa raste që angazhojnë edhe kompanit hujat, apo individa jashtë Kosovës, qoftë për fushata, qoftë për kompani, po është shumë e rëndësishme me e ditë kulturën vendore. Unë njërë të vazhdushme thomë, kontraktoni kompani cilat kanë shumë eksperiencë jashtë vendit, po kombinojeni me një kompani që është në Kosovë, ose me individa minimalisht që janë në Kosovë, sepse pa tjetër që duhet me njoft kulturën e ati vendi, duhet me njoft se qysh frymon nëse e ki kompani në atë vend, sepse në secilin vend ndronë kultura e komunitetit, ndrojnë, ka shumë faktorë që ndikojnë në përpilimin e strategjisë së PR-it. Kështu që është një pikë shumë e rëndësishme. Neve na ka ra me punu në fushën e PR-it kryesisht me kompanit huja që operojnë në Kosovë. Nuk është që s'kemi punu edhe me individ, po këta individat, kërkesat ma të mdajat i kanë kur janë fushatat. Që atëherë ju bjenë me, ndështë 5-6 mujtë para fushatës, atëherë nuk bëhet PR. Nëse pra, do të filloj më herët? Po, definitivisht po. Nëse ti veç dënë me i hy garës politike minimalisht 2-3 vjetë për para, veç dosh me punu nga drejtem, njërë që me shtru terenin, kur ti veç vjen akti për me dalë publikisht, ti duhet me pas një teren të shtrum në fushën e PR-it. Ta mandej, ose nëse je kompani, thot, kemi kompani që thot, jo së ne kam shqitjet shumë mirë, e kam punën shumë mirë, e kam imazhin shumë mirë dhe nuk më duhet kompania. Edhe atëherë duhet kompania. Qoftë me mirë mbajt? Duhet me mirë imazhi punohet në njërë të vazhdushme. Na i kemi pas rastin
Fatmirësisht jemi në kampanjën Kosovo the Young Europeans, e di që ka qenë shumë ati, po është një prej aktiviteteve që na veç, prej kampanjave që na veç mburemi. Kemi qenë për 3 vite në partneritet me BBR Saçi & Saçi, që kanë qenë të kontraktuar në Kosovë, dhe na kemi qenë PR Solutions si kompani vendore që ka qenë pjesë e fushatës, edhe kemi pa taman se qysh punohet edhe në imazh të shtetit. Fatkeqësisht kjo nuk është vazhdu, ka qenë 3 vite edhe aty, unë ndërprej nuk e di veç apo punohet në këtë drejtim, kështu që përveç... A mendon se po punohet në këtë drejtim, pra në imazh të shtetit, në përkujdesin e imazhit të shtetit të Kosovës? Asnjëherë nuk është mjaftueshëm, po duhet të ketë strategji të planifikume. Punojnë si individ, punojnë ndoshta disa si institucione, po nuk e kam vrejt që kemi një strategji në kuadër të shtetit që punohet në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha dimenzionet për imazhin e shtetit. Kështu që qoftë kompani private, qoftë institucion, qoftë edhe si individ, do të punojmë në mënyrë të vazhdueshme me pas një PR. Kështu që na edhe si individa është mirë me pas PR-in personal secili. A duhet ndoshta edhe figurat publike, këngëtarët, aktorët ndoshta që janë të shumë të njohur dhe janë emrat më në zë të momentit ndoshta edhe të kohës, të kenë një PR mbrapa vetës? Është e rëndësishme, është e nevojshme për ta të kenë një PR mbrapa vetës? Padyshim që po, në momentin që ti je figurë publike, nëse nuk e ki një person mbrapa, karriera mund të shkojë edhe mbranda natës. Kështu që ju e dini shumë mirë se jeni vetë në media, edhe momentin që veç publikohet një lajm, sa e vështirë është me fillu pastaj me demantu, edhe nuk e ka efektin e duhur. Do të me pas parasysh ose mi pas përgatitit e duhura deri në momentin kur veç plasohet lajmi, ose të paktën me pas pjesën tane që e thu. Se ju nuk keni ju e keni një burim të informacionit, e shuni lajmin në gazetari janë vetë, kështu që e di pikat cilat ose burimet që duhet mi pas mjaftueshëm për me shkruajt një lajm. Por shumë e rëndësishme nëse mu m'japet hapësira me pas edhe në pjesën teme çka mu m'takon. Kështu që në mënyrë se nëse ti nuk e ki një PR mrapa, edhe nëse nuk din mi menaxhu sidomos kur kemi kriza në PR, çado që ndodh, për shembull, sepse çdo aktori, çdo këngëtari, çdo individi, çdo politikani, çdo kompani mundet me u përballë me kriza të ndryshme në fushën e PR-it, dhe pastaj është një strategji e veçantë, është një plan të cilit ti dush me ju përmbajt edhe me ditë se qysh me menaxhu atë situatë. Në momentin që ti nuk e ki një PR person mrapa, edhe veç e injoron lajmin, a kemi raste në përbot që e kanë injoru një lajm se veç tot adin qka unë e di vetën tame, nuk jam i përfshim edhe nuk du me u përfshim këtë lajm, veç kanë tu e rritë. Kemi përgjithësi. Na kemi pas edhe raste me kompani private, për shembull na kemi qenë përgjegjës për pjesën e PR-it për kompani Nuko Ferronickel. S'po ezitoj me thonë se aktualisht veç nuk janë të punu për shkak çmimeve që ai kanë mberës, edhe e di se sa i rëndësishëm ka qenë kontraktimi i një kompanie të PR-it, ata shumë mirë kanë operu. Do me thonë, kanë pas krit procesin e punës shumë mirë, po çka kanë qalu të komunikimi. E kanë pas komunikimin e mbyllë sepse në mënyrë të vazhdueshme kanë thënë që na operojmë shumë mirë, neve nuk na duhet me komuniku me gazetar, s'kemi nevojë me i dhamë përgjegjësi komunitetit as komunës, jemi kompani private, tregun e kemi jashtë vendit, por kjo pastaj për ata është bërë shumë problematike. Ka ardhur edhe deri te situata kur komuniteti përreth janë qenë protesta dhe ja kanë blloku procesin e punës. Pavarësisht që ata komplet produktin e kanë pas për jashtë vendit, po thjesht s'kan mujt me operu ç'është duhet. Çka kemi pas na për obligim, e kemi kriju një strategji të PR-it për 3 vite, edhe jemi marrë me të gjitha palët e përfshira. Qoftë në diskutime me komunën, qoftë jemi marrë me aktivitete me komunitetin, i kemi hapë dyert për gazetarë cilët kanë pas qasje në informata apo edhe në vizita, i kemi hapë dyert e fabrikës, kanë ardhur gazetarët edhe kanë pa fizikisht se çfarë pune e mirë po bëhet realisht në Ferronickel, dhe pas një periudhe 2-3 vjeçare
vetë gazetarët, vetë mediat kanë fillu me shkrujt artikuj edhe me realizu storje pozitive për Feronikelin, sepse aty është bërë punë shumë e mirë, pagat kanë qenë të mira, kushtet e punës kanë qenë jashtëzakonisht mira, edhe nuk ka pas storje që ju ka dhënë aty në burime me pas storje negative. Kështu që e përmenda këtë rast, mënyrë që me tregu se sa e rëndësishme është me pas, sidomos këto korporatat ose bizneset, me pas një kompani të PR-it të mrapa. Po, uroj edhe për shpresoj që kemi me pas mundësi në një moment tjetër të flasim në detaje për PR-in, të e pas parasysh është një fushë shumë e ndihshme, por njëkohësisht shumë e rëndësishme për gjithë institucionet, qoftë private, qoftë publike, po e përmendëm që ndoshta edhe për individ të cilët janë figura publike dhe gëzojnë një status si figurë publike në vendin tonë. Faleminderit shumë që ndave shumë detaje rreth Beauty Fair Kosova, e po ashtu edhe disa këshilla ndoshta rreth fushës së PR-it. Ishte kënaqësi që të kishim sot këtu në studio bashkë. Me kënaqësi, kur keni tema që lidhen me fushën e PR-it, këto e kam fushën që është fusha jame dhe e bëj me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën dhe mirë pres të gjithë ta vizitojnë Panairin. Faleminderit edhe juve, mediave, pa të cilat nuk do ta kishim një informim të plot për Panairin. Kënaqësi.